Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, është një parullë që ka qenë parulla që frymëzonte dhunën dhe frymëzonte atë hata që i ndodhi një vendi aq të madh dhe me aq shumë tradita sa Gjermania. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve është diçka që sot të çon realisht lëkurën dhe ta bën mishin kokër kur i thon fjalës. Sepse çfarë do na ndodhte ne shqiptarëve sikur italianët thoshin Italia është italianëve. Ikni të gjithë, ktheuni andej keni ardhur. Sikur grekët thoshin Greqia është e grekëve, ikni të gjithë, ktheuni andej keni ardhur. Dhe kështu me radhë ta bënin të gjithë këtë gjë. Dhe ky lloj qameti i ka ndodhur botës, nuk është diçka e re.